Kaltrina Kryeziu. Ajo është simboli i forcës, përkushtimit dhe vizionit. Me hapët të vendosura ka ecur drejt majeve, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në çdo fushë ku ka vendosur të veprojë. Si profesioniste, ka ndërtuar një karrierë të admirueshme. Si grua, ka frymëzuar të tjerët me vendosshmërinë dhe integritetin e saj, si nën, mike apo mentore, ka treguar se dashuria dhe mbështetja janë forca që japin kuptim çdo suksesi. Ajo ka thyer bariera dhe ka krijuar mundësi për të tjerët. Një art apo edukim ka sjell risi dhe pasion. Në kauzat sociale, zëri i saj ka qenë i fuqishëm dhe i palëkundur gjithmonë në mbrojtje të drejtave të barazisë. Për herë të parë paraqitet në klubin e fëmijëve të lumtur në moshën 5 vjeçare. Paralelisht, duke i mësuar shkronjat, i mëson edhe notat në piano. Në moshën 10 vjeçare merr pjesë në festivalin e këngëve për fëmijë, Bilbilat këndojnë me këngën e Musa Piperkut dhe fiton çmimin e parë. Kjo ishte edhe paraqitja e saj e parë në festivale. Në moshën 17 vjeçare merr pjesë në festivalin Nota Fest, Alba Fest. Fillon të mirret me muzikë zbavitse. Më pas përkushtohet në studimet në Akademinë Muzikore, ku në vitin e 4 ajo punsohet si absolvente dhe ligjeron lëndën e solfezhit në shkollën e ulët të muzikës dhe paralelisht e kryen edhe vitin e 4, ku dhe fillon me punë profesionale. Në ndërkohë, Kaltrina merret edhe me grim. Në po të njëjtën kohë spontanisht hapen edhe rrugët e saj duke bashkëpunuar me brende të ndryshme të njohura botërore. Bashkëpunim me make-up produkte, njëkohësisht fillon të mirret edhe me Instagram. Në përgjithësi, Instagrami i saj është për beauty industry. Punon marketing digital si dhe grim në një shkollë private si trajnuese. Bashkëpunon me fotograf të njohur nga Kosova, Maqedonia, si dhe me një fotograf libanez, Said Mohamed, me Arber Elezin dhe Bojan Stojilkovski. Ka performuar 2 herë në ekspozitën e Bojan Stojilkovski dhe ka qenë modele për body painting. Sërish në tetor do të ketë ekspozitë këtë vit, do me thënë ekspozitën e 3 të tij që do të jetë modele për body painting. Ajo asesi nuk ndalet. Çdo sfidë sheh si mundësi për të mësuar, për të dhënë më shumë e për të qenë më shumë. Një grua me arritje në shumë fusha, por mbi të gjitha një frymëzim i vërtet për të gjithë ne. Përshëndetje Kaltrina, mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Mirë se të gjeta, Valeta. Nuk do të humbim shumë kohë, menjëherë do të filloj me pyetësorin. Mundet? Mundet. A keni një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Kam rutinë kur kam kohë ta bëj atë rutinë të mëngjesit. Ndonjëherë ndodh të dal me shpejtësi nëse kam shumë punë gjatë ditës, por kam pjesa më e preferuar ime është e ditës është mëngjesi, sepse dal në balkon e pi kafen me pamje nga natyra. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Ka shumë gjëra të çuditshme edhe pse unë nuk çuditem më prej shumë, se endeve nuk di cilën do ta kisha ndajt ka shumë. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Të lumtur në jetë më bën familja, djali im Urani, puna, shoqëria dhe në përgjithësi gjërat e vogla në jetë. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Ato ditë Valeta janë shumë të rralla. Po zakonisht kur kam ditë të lirë ose kaloj kohën diku të shkoj me shoqëri, me familje, në drek, ndonjëherë edhe në natyrë, kam dëshirë edhe vetë shëtis në mal. Edhe atë kam një prej momenteve të preferuara. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Mendoj se kam mësuar shumë gjëra, sa kam mësuar nuk e di. Po në jetë kam kuptuar se duhet çdo ditë ta jetosh sikur të jetë dita jote e fundit, sepse ndonjëherë shumë e marrim shëndetin edhe shumë gjëra që i kemi, nuk jemi të falendërues, prandaj duhet të çmojmë ato momente dhe ato raste. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Varet çfarë lloj stresi. Stresin e punës e menaxhoj shumë mirë, bile ndoshta edhe shumë mirë funksionoj në stres. Kurse stresin disa rrethonave që nuk më varen prej meje, pak më rënd. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Definitivisht ekstrovert, edhe për shkak punës, edhe për shkak natyrës ndoshta. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë?
Momenti më i vështirë është humbja e babit tim. Ai ka qenë personi që ka pas një impakt të madh në jetën time, edhe humbja e tij ka qenë gjëja më e keqe dhe tragjike që kam përjetuar. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, ndonjëherë. Një ditë në javë ndoshta. Ditë tjera jam tankohën e rrethuar me njerëz, prandaj një ditë e kam ashtu për vete du ta kem. A ke frikë nga diçka? Kam frikë nga humbja e njerëzve të afërt, nga vdekja. E tjerëve jo, për vetën nuk lodhem. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe në njerëzve të tjerë? Për të qenë besnik edhe me veten edhe me njerëz tjerë, mendoj se duhet të dish të balancohesh shumë mes gjërave edhe t'jesh në të shumtën e rasteve i drejtë dhe i sinqert. Sa ka rëndësi privatësia jote në jetën tënde? Shumë. Edhe pse punoj punë publike, njerëzit mendojnë se dinë shumë për mua, se çdo ditë publikoj postime dhe gjëra të ndryshme, që një pjesë të jetës time e shohim, po e du shumë privatësinë dhe disa gjëra du me vërtet t'i ruaj për vete. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Ndoshta roli i nënës, atë gjë e kam dëshiru shumë edhe jam realizu si nënë dhe ajo është mendoj se titulli më i madh që kam arrit në jetën time. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Te vetvetja nuk e du ndonjëherë perfeksionizmin, sepse merr shumë kohë. Kur punoj zakonisht jam shumë e saktë dhe shumë perfekte du t'jem. Edhe ndoshta një veti tjetër që e kam që nuk e di sa është e mirë, jam shumë brutalisht e sinqert ndonjëherë që bile edhe njerëzit dinë edhe t'i dhrohen, po flas për njerëzit e afër në jetë, jo për të gjithë. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Nuk jam person që shumë shpesh nevrikosen, po më nevrikos ndoshta padrejtësia edhe ngadalësia e njerëzve. Me kë komunikon më së shumti? Me shumë njerëz komunikoj, ndoshta mund të me urani se normal me atë kaloj të pjesë më të madhe të kohës, po kam shumë shoqëri të madhe dhe nuk do kisha ditë ta veçoj dikën. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Nuk e di të them drejtën se kam menduar këtë asnjëherë. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Shumë. Për një person ndoshta që nuk merret me këtë profesion është shumë, sepse unë edhe punoj me Instagram, me rrjete sociale, po edhe të pjesën më të madhe ditës ndoshta ndëgjoj ndonjë audio, libër apo diçka, kështu që tankohen e kam telefonin dhe screen time, mund të ta kem prej 2-3 orë deri ndoshta 7 orë ndonjëherë. Varet prej ditës. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta me suksese të mëson t'i çmojsh momentet kur ke qenë ndoshta poshtë, kur e ke pas vështirë. Sepse për të arrit dikund, për të arrit më tepër në jetë, me vërtet duhesh ta dish si është mos jesh në atë pozitë. Kështu që jeta është krejt ups and downs, të nalt poshtë. Kështu që ato momentet kur nuk kemi sukses, ato janë ato momentet lyshe. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Ka shumë momente, po ndoshta kështu në memorien time ka mbet momentet kur për shembull me babin tim kemi shëtit në natyrë apo në male dhe ato momentet e qetësisë kur nuk flet me dikend, ato janë momentet më të vlefshme kur me dikend vetë prezenca e dikujt bën të ndjehesh mirë. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre kjo që je? Shumë ka ndryshuar, sepse unë ndonjëherë kur e mendoj vitet më herët si kam qenë, ndoshta edhe vetë s'mundem ta besoj se sa kam ndryshuar. Është një ndryshim shumë i madh, pozitiv. Kush të frymëzon më shumë? Më frymëzojnë familja, të afërmit, po në jetë kam pas një frymëzim më të madh që më nuk e kam e përmendur edhe më herët, është babi im. Atë kam ndoshta heroin apo personin që çdo herë kam adhuruar dhe vazhdoj të adhuroj. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishe personi që je tani? Ndoshta do të merresha me mjeksi. E adhuroj atë lëmie dhe kam pasën dilemë ndoshta të merrem me muzikë dhe me art apo të merrem me mjeksi, po mendoj se vonë është tash. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? La vita è bella, jeta është e bukur. Cili është romani juaj më i preferuar? Në memorie, unë kam mbet një roman
kam lexu mjaft libra, po jo krejt romane. I du librat që merren edhe me psikologji dhe tjera, po kam mbet në memorje si tinejdžere kam lexuar Alkimistin dhe Siddhartha. Ato ashtu i mbaj mend ende, i kam të freskëta në memorje. Qesh apo nevrikosësh më shumë? Çka mendon ti? Qesh. Definitivisht. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Po jam person që ditë them fal, edhe çdo herë them fal kur gaboj, sepse mendoj se gjithë jemi njerëz dhe gjithë bëjmë gabime. Dhe nëse kam gabuar dikujt, do të them fal. Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Në princip i mbaj premtimet, sepse jam njeri i fjalës tem. Po ndodh ndonjëherë t'i premtoj Uranit se do shkojmë dikund dhe kalon dita e lodhshme, jam me punë, me obligime, ndodh ndonjëherë ta zhgënjej. Ja, tash ndoshta do t'i kërkoj falje për këtë, të ndërlidhe me pyetjen më parë. A do të ishe e gatshme të jetoje larg nga media për një periudhë? Po, edhe kam plan më tutje të jam totalisht jetoj një jetë jo publike. Teatr, film, opera apo balet? Filharmoni. Sa je e mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Më parë, ndoshta kam qenë 9, po kohëve të fundit mendoj se jam diku në 6 apo 7, se nuk kam shumë kohë të përgatis ushqim. Cili është ushqimi yt i preferuar? Sushi, definitivisht. Me sa alarme zgjohesh? 4, 5, varësisht. Mirë, po ndonjëherë edhe me të parin, zgjojmë ndonjëherë edhe para alarmit. Situata yte më e sikletshme? Situata të sikletshme nuk më kujtohet tash për momentin, sepse janë shumë e gjendshme. Në momentet e sikletshme jam shumë shpejt reagoj, edhe më nxirren prej çdo situate gati. Hera e fundit që ke bërë bëmirësi? Sinqerisht nuk e mbaj mend. Ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Rroga e profesorit në Maqedoni mendoj se nuk mjafton askujt, po fatmirësisht unë merrem edhe me profesione tjera dhe më së shumti harxoj në shëtitje, ushqim, dalje, garderobë. Ku e sheh veten pas 10 viteve? Asnjëherë nuk bëj plane aq të largëta, po e di se tash si jam pas 10 viteve do të jem edhe 10 herë ndoshta në pozitë më të mirë. Po për çfarë do të protestonit? Ajo është tema e gjerë, mos filloj këtu që numroj, se do duhet vazhdoj mende. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi është një luftë me vetveten që e bën gjatë jetës. Edhe kur arrit dikund, mbas një kohe kur i përkujton momentet e kaluara dhe sheh veten mbas 5 apo 10 viteve, e kupton se çka është suksesi. Ja, Kaltrina, këtu po e përmbyllim edhe pyetësorin ton. Të falenderit shumë që ishe mysafire e rubrikës sonë në Portret 40 pyetje, 40 përgjigje. Të urojmë shumë suksese të më të tjeshme. Faleminderit Valdeta dhe ty për ftesën, ishte kënaqësi të jem mysafirja jote.